Ja ku jemi në studio me Abigela Vështinën, përshëndetje. Mirë se erdhe, t'ju thras drejtoresh apo t'ju thras zonja violiniste? Abu. Mirë, ne do të duhet kalojmë një pauzë publicitare, është pauza publicitare e këtij fashe orari dhe rikthehemi për të bërë një bisedë sepse më intereson të di vështirësia që kanë këto pjesë. Ju e keni njërën prej këtyre, keni interpretuar në mënyrë premier absolute botërore në Sanremo, mos gaboj, në orkestrën e Sanremos, përpara se të vinit në Shqipëri, dhe në Shqipëri po vim për herë të parë, por duhet t'ju pyes pak edhe për kalendarin, më vinte agenda është politike, kalendari është artistik. Kalendarin artistik të Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, sepse atje ju përveç se violiniste jeni dhe drejtoresh artistike. Dakor? Patjetër. Ne ura teleshikues një pauzë shkurtër publicitare dhe rikthehemi në studio për bisedën me zonjën Vështina. Ja ku jemi rikthyer në nderuar teleshikues, ndërkohë ne ishim duke folur. Atëre pjesët janë, unë vetëm kaq mund të them, Sinfonia Hafnerit nga Mozarti, Domenico Cimarosa, uvertura e operës Martesa e Fshehtë, Alessandro Rolla do të interpretoni koncertin në sol major. Pra flasim pak për pjesën që ju interpretoni duke filluar nga nesër. Cilat janë vështirësitë e këtyre pjesëve? Atëre, Alessandro Rollon e kam njohur duke luajtur duetet me viol. Më ka bërë shumë përshtypje se kishte një teknikë... Viola që është ndryshe nga violina? Po, është pak më e madhe. Është pak më e madhe dhe ndryshojnë edhe telat. La re sol do. Jo, mi la re sol. Ngjan shumë... Çuditërisht ka lindur përpara viola da gamba, gjithë familja e violeve, pastaj ajo e violinës, por është zhvilluar më vonë viola sesa violina. E kam njohur kështu rastësisht duke luajtur duetet, ishin njerëz zakonisht vështira dhe me një kantabilitet që më pëlqente shumë. Mund t'i ngjaj Kampanelës së Paganinit, sepse po flas për një pjesë që të gjithë e njohin. Në kërkim e sipër, duke kërkuar me kazën me shtëpinë diskografike që sapo doli disku i transkripsioneve të 900-s, zbuluam që kishte 20 koncerte të Rollës për violinë, të cilët nuk njiheshin. Është një figurë shumë e rëndësishme sepse ai ka qenë, mund të them, themelusi i seriozitetit të Skalës. Skala ishte një grup, një teatr normal, një grup dhome. Në ndrejtimin e tij filloi të bëjë diçka më serioze. Ai ishte dirigjenti dhe koncertmaestri. Në atë epokë kishte shumë pak diferenca midis dirigjentit dhe violinës parë. Domethënë ishte njëjta figurë që i bënte të dyja. Domethënë ishte edhe dirigjent dhe violinë parë? Po. Në cilën periudhë? Po flasim për fundin e 700-s, ai ka lindur 1757, një vit mbapra Mozartit. Futi Mozartin dhe Beethovenin në teatrin La Scala. Ishte pedagog në Konservatorin e Milanos, ku i dha mundësia të shikonte Verdin. Duke lexuar letrat e Verdit nuk flet shumë mirë për Rollën, por duke lexuar biografinë e Rollës, këtu duhet një muzikolog i vërtet, thotë që i ka këshilluar që ishte më mirë mos futej në konservator. Kurse Verdi thotë që ata e dogjën, domethënë nuk e futën në Konservatorin e Milanos. Tani se ku qëndron e vërteta, duhet pyetur një... Edhe Listi nuk e futën në Konservatorin e Parisit. Edhe ky ishte Kerubini. Edhe ishte pikërisht Kerubini, kështu që ka pasur gjithmonë njerëz që se kanë dashur njëri tjetrin në Salieri duket ka qenë me Mozartin, mos gaboj, kështu që mund të them që Salieri ishte prima violina e mirë, që mos kalojmë te Salieri se nuk e kemi tek Salieri. Juve këtë e keni interpretuar pra premier botërore në datë 9 janar. Pra 8 janar, po. 8 apo 9? 8. 8, do të përpara gati 3 javësh, 2 javë. Ishte në Sanremo. Isha në Sanremo. Po pse nuk është interpretuar më parë? Që kur ka interpretuar vetë kompozitori? Atëre, nuk janë interpretuar më sepse duke pasur këtë zhvillim të shkollës violistike, janë shumë violistë kanë dashur ta luajnë dhe kanë bërë shumë koncerte të tij. Kurse nuk e di për çfarë arsye këto partiturat e koncerteve për violinë e para njëherë është e vështirë sepse duhet një muzikolog që t'i gjejë, që të bëjë të gjitha përshkrimet e kohës dhe të gjitha edicionet e kohës, sepse gjithë gjërat ishin shkruar me dorë edhe atëherë. Kështu që ka një punë shumë të madhe mbrapa. Gjë që është bërë, nuk dieshin, domethënë as italianët vetë nuk e dinë që ai ka shkruar 20 koncerte, domethënë ka ngelur në hije, mund ta quajmë, dhe sfida ime dhe dëshira ime ishte që t'i propozoja këto koncerte. Me pak dyshime, sidomos kur bëhet diçka që nuk njihet, por jam e lumtur sepse publiku e priti jashtëzakonisht mirë. Në Sanremo gjithmonë? Në Sanremo, po. Dakor. Nuk është koncerti i tij më i bukur, sepse unë kam lexuar dhe koncertin në La Major dhe më sa kam folur dhe me shtëpinë diskografike,
ekziston një tjetër në si bemol major që është akoma më i bukur, por mund t'ju them që me të vërtetë është një muzikë perlë, me të vërtetë do dëshja të isha këngëtare për ta kënduar. Dakor, perlë se shihet edhe ngjyrat nuk diskutohen, po perlë sipas shijeve tuaja, apo domethënë unë po të vi ta shoh, do të jem këtu? Jo. Në kokën varur apo do ta shijoj? Absolutisht. Sikur se do të shijoja fjala bie, ku di unë një koncert Mozartit. Po. Ndoshta edhe më shumë. Vërtet? Po. Sepse është me të vërtet parar si Paganini për sa i përket me të vërtet teknikës. Ai ka luajtur vetë me Paganinin dhe dikush thotë që ka marrë 1 ose 2 mësime me Paganinin, se me të vërtet e zhvilloi shumë shkollën violinistike. Dakor. Kjo pra është ajo që ju do të interpretoni njëra prej. Vim tek tjetri që është Domenico Cimarosa, që mbas Salierit ishte krye muzikant të burit vienez. Për Leopold II-shin, Leopoldin e dytë ai bëri një oper, uverturën e cilës do ta interpretoni ju. Po. Opera është bufa. Dhe mund të them që ka qenë nga të paktët kompozitor që pati fatin e madh të jetonte këtë suksesin në skenë. Do të thënë, me të vërtetë mbreti e pëlqeu kaq shumë operën sa e kërkoi të bëjë një biz dhe biz u riluaj të gjitha. Po, ky është një detaj shumë interesant. Është e vetmja opera, po lexoja, e cila është 2 herë, është interpretuar 2 herë njëra mbas tjetrës, sepse arje të ndryshme të operës, po, i kemi parë. Inva Mula, për shembull, me Leonucciin, kanë Arena di Verona, kanë bërë nga Rigoletto, Bis, një arje shumë vështirë, etj, po Bis, gjithë operën 2 herë. Nuk është di 2 orë jeshtë është shumë. U ka vajtur çmimi i biletës me 50% zbritje. Shikoni, në teatr atëherë bëj gjithçka. Dakor. Kështu që, domethënë, lozhat nuk ekzistonin kot. Dhe ishin me perde. Dakor. Kështu që le t'ja lëm atyre se çfarë kanë shijuar nga opera. Megjithatë, mund të them me të vërtetë, domethënë që ishte një fat i madh që mbreti të kërkonte të ribëhej opera. Dhe çfarë veçante ka Domenico Cimarosa, uvertura është shumë frizzante, i ngjan programin e kemi zgjedhur së bashku edhe me dirigentin. Tani si mund ta përkthejmë pak frizzante shqip, drithëruse? Jo, se drithëruse tek neve mund të jetë edhe një emocion pozitiv dhe edhe paksa emocionant në negativitet. Kështu që atëherë t'imagjinojmë verën frizzante dhe ta kalojmë me kaq? Po. Dakor, mirë, e kalojmë. Rotary, La Versa. Dakor. Abigail Avostina, nderuar televizionist, kemi pasur në studio si drejtoresh artistike të Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, kur kemi folur për çështjen e grevës së artistëve, dhe atje kemi prezantuar, unë e thash pak shkaraz në fillim, po e kujtoj edhe një herë që ju vini nga Italia, ku keni punuar si violiniste. Po. Dhe zakonisht ata që vinë nga Italia kanë probleme me terminologjinë, pastaj ata të tjerë që vinë nga Anglia apo Amerika apo Franca i gjenë më kollaj termat shqip. Frizzante. Mirë. Dhe nuk mund të linit Mozartin pa e futur në... Po, si bashkohor, po jo vetëm kaq, po desha me të vërtet të hidhet një vëmendje kësaj epoke, sepse u hap me sezoni cikli klasikëve në opera, u hap me Bach, Haydn dhe Bakiana Brasileres të Heitor Villa-Lobos, që është mbi temën e Bachut. Prandaj, megjithëse janë epoka shumë të ndryshme, u zgjodh për këtë. Mendoj që duhet një vëmendje veçantë për sa i përket këtij repertori në Shqipëri, sepse nuk luhet, ose më mirë them është pak denigrues në sensin që kush është i aftë bën tjetër gjë. Kush është i aftë këndon Puccinin ose këndon Verdin, kush është i aftë luan Tchaikovskin, kush është i aftë luan Lisztin. Nuk është absolutisht e vërtet. Teknika e Mozartit është një teknikë që nuk fal. Nuk fal. Kushdo e kupton kur ti gabon. Gjë që te Tchaikovsky me pak vibrato, tek Puccini me pak dramaticitet, edhe mund ta fshehësh. Tek Mozarti kjo nuk është e mundur. Kështu që prandaj them baza Më kujton pak atë filmin Tela për violinë, kur i tha, po merr aty në orkestër se me gjithë bashkë ku merret vesh kush i bie keq, kush i bie. Jo, ekzistojnë aty, ekzistojnë spalat që merren me këtë punë, i kanë veshë deri tek Lexhëi 6. Meri tha ti e futen në orkestër kush e merr vesh ta? Jo, mund të them që një orkestër dinjitoze është ai ku Lexhëi fundit i bie në të njëjtin moment me Lexhëion e parë, domethënë shtyn përpara atë tingullin. Mos kalojmë tek orkestra, po në të vërtetë them që është një epokë shumë e bukur, një epokë që duhet se s'bën ripar dhe duhet dhënë vëmendje, sepse do po aq vështirësi sa dhe diçka tjetër. Mirë, tani kjo është shfaqja juaj. Interesante, kam përshtypjen nuk është për një publik të gjerë, sikurse mund të jetë një opera, ku është teatr me muzikë, muzika është më popullore, zakonisht operat janë më popullore sepse bëheshin për masa dikur. Kjo kam përshtypjen është për një publik më elitar.
Kjo është kthyer për një publik më elitar, sepse në të vërtetë shfaqja ose juaj këtu te neve e nesërme. Shfaqja e jon e një cikli, pse ky nuk është shfaqja ime, po është shfaqja e teatrit, në sensin që mbas meje vjen Jonjan Kadesha dhe luan koncertin e Sibeliusit, që është jashtëzakonisht i bukur në romanticizëm plot. Dhe mbas kësaj në muajin shkurt kemi kompozitorët e rinj shqiptar. Domethënë po flas pak edhe për kalendarin, po është një cikël që vazhdon. U futëm te kalendari. U futëm te kalendari. U futëm te kalendari. Kjo e kompozitorëve shqiptar është një dëshirë e drejtorit për të kthyer vëmendjen e operës edhe te kompozitorët tanë të rinj. Domethënë është një cikël që vazhdon. Prandaj them që nuk është shfaqja jonë dhe nuk është një shfaqje elitare, është një shfaqje që do të mësoj publikun që opera mund të ofrojë edhe diçka tjetër. Unë mendoj që asnjë kalendar, një orkestër nuk mund të bëhet me një koncert në muaj, sepse nuk shkohet një herë në palestër, nuk kërcehet një herë tango në muaj, sepse nuk mëson absolutisht asnjë gjë. Shpirti jot nuk ambientohet me emocionin, me sallën, me të bukurën e kësaj gjëje. Domethënë, unë mendoj që gjithçka e provuar për herë të parë mund të japi një pjesë të emocioneve, kurse ajo që e zhvillon është marrja e koshencës me atë që po ndodh. Është një risi për operën, po mendoj që ka shumë vlera. Ka vlera për publikun, sepse mëson dhe diçka tjetër. Mos harroni që në Itali, në kohë që në Francë zhvilloi opera, me gjithë plastikën e baletit, domethënë merrte hov kjo gjë, merrnin hov koncerte solistike, domethënë në të njëjtën kohë. Nuk është se ishte një publik më i kulturuar a Italisë ose më i kulturuar a i Francës. Unë them që kishte kompozitor të tillë që e shtynin drejt kësaj ose drejt asaj. Prandaj them që nuk ekziston, është i bukur Mozart si për violin, ashtu si dëgjosh Mbretëreshën e Natës ose Così fan tutte. Mund të them që edhe opera është shumë e vështirë, sepse ka kaq shumë recitative sa e mbajnë aktorët. Po çfarë do të flas pak për kalendarin? Jo, për kalendarin e morën vesh kalendarin, pra kalendari ka këtë ambicje artistike, le të themi, për të futur dhe koncerte, për të dhënë më shumë vizibilitet edhe interpretuesve të rinj, e filluat me interpretues të rinj përpara disa kohësh, përpara 2 javësh, ju a dhat atyre skenën, e nuk është se ishte era parë, po çështja është që ju keni një buxhet të reduktuar. Mos gabofsha të 100.000 euro për vitin 2015. Tani, përveç kësaj keni një problem të madh si teatër, keni mbetur pa tenor. Kjo nuk shumë se një problem. Atëherë nuk ekziston jetë pa probleme. Nuk duket pak vetja në koncert vitin 36 që kur këndonin opera apo arje në lushnjë, pa të pasur gjë me lushnjën, po thjesht kujtoj filmin, si filmin e Samir Kumbaros, që përfitoj nga rasti ta përshëndes sepse ka bërë një film të shkëlqyer. Po, edhe mua më pëlqen shumë dhe në ato kujtimet e mia e kujtoj me nostalgji. Atëherë, nuk ka teatr pa probleme. Jam entuziaste, idealiste dhe me besim të plot që jemi një hap përpara edhe Europës. Pse e them këtë? Në 4 muaj... Shiko, se ne kemi një eksperiencë jo shumë të mirë me krahasimin me Europën, në çështje ekonomike, politike, kështu që po të krahasojmë dhe me art, pastaj aty pastaj është ja vum vizën fare. Jo, atëherë, për sa i përket kulturës, kultura e çdo kombi ka particularitetin e vet. Nuk mund të them që ata janë më të mirë se ne më të mirë se ata. Kemi diçka ne, kanë diçka ata. Këtë e them me bindje se kam jetuar dhe jam pjesë e asaj kulture, sepse kur jeton je i detyruar të jesh në konceptin e rregullave të shtetit ku ti shkon. Për sa i përket kulturës, të e them me plot bindjen, sepse me buqetin që kemi, të cilin unë nuk jam fort në korrent të kësaj gjëje, sepse ka një drejtor administrativ ekonomik që merret me këtë punë, siç ka një drejtor për Palkoshenikon, unë jam një ndër drejtorat e organigramës dhe merrem me sezonin artistik, sidomos ky e operave dhe simfonisë e muzikës domës. Me këtë buxhet që kemi dhe me politikën e hapur të teatrit dhe me dashamirësinë e madhe që vetë artistët kanë hedhur syt tek teatri me thirrjen e drejtorit Ilir Kerni, ne po bëjmë me të vërtet mund ta quaj një mrekulli, sepse kemi 5 titull në 4 muaj. Fillojmë me Suar Angjelikën dhe Xhani Skikin, ku rikthehet Armonela Jaho, Gzim Mushketa edhe në rolin e regjisorit, po përveç tyre kemi këngëtare nga Kosova Besa Lugiqi, kemi Irini Nikola, kemi Armando Lika, kemi domethënë tanët jashtë dhe brenda.
Mbas kësaj kemi Le Nozze di Figaro, një opera e cila hapet totalisht me projektin Opera Studio për të rinjt, ku një cast do të bëhet vetëm nga të rinjt. Tani kemi audicionet dhe jam me të vërtet me besim që do t'ja dalim. Regjizor Nikolin Gurakuqi, dhe kjo është një opera shumë e rëndësishme, e gjatë, shumë aktoriale, shumë e bukur. Mbas kësaj kemi Trovatoren, dhe këtu kemi një cast që vjen gjithmonë me njësi, një cast i marrë nga Skala. Kështu që çfarë mund të kërkohet më shumë në një buxhet kaq të vogël? Këto janë probleme, sigurisht, nuk ka shtëpi pa probleme. Domethënë veproni në kushte vështirësish, por që i zgjidhni në mënyrë miqësore me dashamirësinë e njërit të tjetrit. Po problemin e tenorit si do ta zgjidhni apo atëre? Shohim kur dali tenor tjetër. Unë nuk linda violiniste, u bëra. Dakor. Do me thënë, dua të them këtë. Do t'jepni mundësi nga brezi i ri, kush ka mund të? Ishte kjo ideja. Opera Studio, për të qenë një tenor i parë në opera, ti duhet kesh disa role. Ku mund t'i krijosh ti këtë role, në qoftë se nuk ka një projekt për të rinj, në qoftë se nuk bëhen audicione, në qoftë se nuk bëhen gala. Me thënë, dashamirësia dhe hapja është kaq transparente, sa dhe të duar të thuash të kundërtën, nuk mundesh sepse janë fakte. Këto janë fakte, nuk po flasim e bukur ose shëmtuar. Ne nuk kemi as bas. Nuk e thot asnjëri këtë, po ja u them unë, që kanë probleme edhe për një rol të vogël basi, më duhet të ngre telefonin dhe të tras njerëz. Dakor. Abigail Avostina, unë ju falenderoj ju heq kapelen për përpjekjet që bëni. Faleminderit. Si e keni pjesëmarrjen nëpër koncertet tuaja? Në fillim ishit, domethënë preferonit më mirë çdo shfaqje me bileta se sa me ftesa, dhe qoftë edhe duke pasur një sallë gjysmë bosh ose bosh, se sa të shpërndanit ftesa, pra për ta edukuar publikun që të vinte dhe të paguante për atë që po shite. Është rritur në pak frekuentimi i sallave? Me të vërtetë e sinqertë dhe e hapur. Mund të them që opera është zhanri që shikohet më shumë. Jemi detyruar të Traviatat e Bohemat të hiqnin nga sallat, të linin vendet sepse nuk dinim ku ti. Po normale. Është normale, nuk është dhe kaq normale, sepse mund t'ju them që mund të kishte firo dhe te kjo, domethënë nuk është se gjithmonë varet nga publiku, nga vendi, çfarë është mësuar shikojmë. Ne sapo u kthyem nga Modena dhe Teatri Modenës mund të ketë të paktën 800 vende, sepse është me lozha deri në kat 5 dhe ishte plot. Bëjmë balet modern në Shqipëri dhe salla jonë është gjysmë, domethënë është plot vetëm platea. Kjo pse? Sepse publiku nuk është mësuar dhe nëse ti nuk i jep publikut zhanre të ndryshme, nuk mund të pretendosh që ai të vi ta ndjeki. Domethënë jemi edhe në një formë tranzicioni për sa i përket qytetërimit të intelektualëve tanë. Për t'i thënë, shikoni se ne bëjmë edhe këtë, pastaj e zgjedh, pëlqen apo nuk pëlqen. Ngeli gjithmonë që arti është një prodhimtari që duhet paguar. Ashtu si gjithçka tjetër, ashtu si kinema, ashtu si kafja. Unë jam gjithmonë e sloganit më pak kafe, më shumë opera, sepse kafja sado që mund ta zgjasim dhe mund ta pim të ftohtë, nuk t'jep asnjëherë një kënaqësi shpirtërore. Atë që i jep arti, unë them që nuk mund ta japi asgjë tjetër. Abigail Avostina, unë ju falenderoj shumë që ishit këtu me ne. Pra, dalim tek ideja që përveç se është argëtues, arti ka edhe emision edukues. Dhe ju synoni të edukoni të publikun, edhe shqiptar e publikut shqiptar. Kujtoj që do të jeni pra nesër për klasikët në opera, një koncert ku do të interpretoni Mozartin, Domenico Cimarosa dhe Alessandro Rollën në orën 19 në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit, ndërkohë që sot kemi baletin Risveglio dell'Umanità. Duke falenderuar pra Abigail Avostina, njëkohësisht drejtoresh artistike e teatrit, do të kalojmë një pauzë publicitare dhe do të rikthehemi sërish më pas për pjesën tjetër të aktualitetit.